Sekretariati i Etikës në Kuvend ka vendosur përjashtimin me 30 ditë të 6 deputetëve të opozitës pas incidenteve të ndodhura në seancën plenare të 18 dhjetorit. Të përjashtuar janë Belin Kolliçi, Klevis Balliu, Fidel Kreka, Albana Vokshi, Flamur Noka dhe Elda Hoti, ndërsa deputetët tjerë të opozitës janë dëshkuar vetëm me tërheqje vëmendje. Partia Socialiste kishte kërkuar fillimisht masat disiplinore për 29 deputetë të opozitës, përfshirë edhe Sali Berishën, por në përfundim Sekretariati i Etikës vendosi masa vetëm për 6 prej tyre. Gjatë mbledhjes deputetët opozitar kundërshtuan masat. Mbledhja sigurisht është me hyrje të mbyllura se këtë vendim ka marrë komisioni. Po kjo nuk ndalon deputetët që të filmojnë ato që ju po shfaqni, që të shohin ku janë provat dhe çfarë kanë bërë deputetët, dhe çfarë vendimi ka marrë grupi parlamentar për përjashtuar opozitën nga kuvendi, se të vish në sallën e kuvendit, ku ka rezultuar që në një institucion të caktuar, e gjithë siguria kombëtare ka qenë dorë të një grupi të strukturuar kriminal, dhe ju të pretendoni që opozita të mos vi për ta ngritur këtë si shqetësim, do të thotë që ju nuk jetoni në këtë realitet. Po jo nuk na kanë lënë të drejtën për të parë provat dhe për të dhënë provat tona. Ja ku janë provat tona? Provat tona, sa kanë dhënë të drejtë që të japin provat. Deputeti Troplinit atje ka për e herë u opozitën. Mos kujton se do të origini, derisa ti ki Edi Rama, derisa ti ki Belinda Balluko. Se ne nuk bëjmë pak me krimin. Kjo është. Pas vendimit, mazhoranca theksoi se masat janë marrë në përputhje me rregulloren e kuvendit dhe se synojnë ruajtjen e rendit dhe dinjitetit parlamentar. Unë jam drejtuesi i sekretariatit për procedurat, votimet dhe etikën, edhe njoftimet i bëj unë, edhe për deputetët. Dhe kjo ishte mbledhja e dytë e këtij sekretariati, sepse në mbledhjen e parë ne vendosëm që për të, duke qenë se ishte një numër i konsiderueshëm i kolegëve të opozitës për të cilët kërkoheshte përjashtimi, ishin rreth 29 kolegë të opozitës, dhe masat ishin kërkuar të përshkallëzuara për secilin nga kolegët. Në mbledhjen e parë ne vendosëm që sot, ditë e martë në orën 10, të shikonim edhe një herë pamjet e seancës së datës 18 dhjetor, pamjet cilat ju i keni transmetuar në mënyrë publike. Ka qenë një seancë, le të themi, ku jo normale, me veprime të dhunshme. Ju keni qenë dëshmitar dhe prezent në atë seancë, dhe sot erdhëm, u mlodhëm për të dhënë edhe masat përkatëse. Në përfundim, sekretariati për procedurat, votimet dhe etikën vendosi që vetëm për 6 deputet nga ata që u propozuan për mas të përjashtohen për 30 ditë pune në respekt të nenit 65 fraksion 2 të rregullorës kuvendit të Shqipërisë, të përjashtohen me 30 ditë pune kur të filloj seanca, sesioni parlamentar. Nga ana tjetër, opozita e ka cilësuar vendimin si politik. Flamur Noka u shpreh se qeveria ka marrë një mesazh të qartë nga qytetarët nga protesta e së hënës, duke theksuar se ato do të vijojnë. Çdo njëri nga kolegët e opozitës ndihet krenar se këto masa të propozuara nga Gys Agasi, Suel Qela, Xhabaftët dhe Troplinët dhe të zbatuara nga ushtarët e tyre në pushtet janë bien mbi ata deputet, bien mbi ata burra dhe gra të cilët kanë qenë të pa kompromis në betejën prej 12 vitesh ndaj krimit organizuar, ndaj karteleve dhe ndaj korrupsionit. Gysi dha urdhër dhe kjo ne na bën krenar dhe kjo tregon që ne jemi në misionin e duhur dhe që urdhat e Gysit, të Troplinëve, të Xhabavëve apo të Suelit nuk e stepin opozitën. Ne do të jemi këtu përballë deri në çmontimin e tyre. Ju siguroj që mbrëm me vërshimin e qytetarëve në bulevard kundër narkosit, këta kanë marrë një mesazh, ndaj sot janë të shqetësuar.
por mbrëm ishte vetëm një mesazh, ne nuk ndahemi derisa t'i çmentojmë. Incidentet në seancë javën e kaluar përfshin edhe hedhjen e flakadanëve në sallën e kuvendit, ndërsa nuk munguan përplasjet mes deputetëve të opozitës dhe Gardës së Republikës.